e vrau Eulex si hetuesin e saj, sepse ai zbuloi skandalet e këtij misioni. Ministri i Mbrojtjes i Suedis fajson Eulexin. Është shumë e qartë se ai po paguan një çmim jashtëzakonisht të lartë për angazhimin e tij personal kundër korrupsionit brenda Eulexit. Mediumi i njohur suedez Svenska Dagbladet kishte publikuar një hulumtim të gjatë ku kishte treguar se si oficeri i inteligjencës suedeze Michael Rallinson ishte helmuar pasi ai ishte duke i hetuar gjyqtarët e Eulexit për korrupsion dhe montim të akuzave ku përfshihen edhe krimet e luftës. Fillimisht hetuesit suedez ja hapën kundërligjshëm kasafortën për t'i zhdukur provat e pastaj ai u gjet i vdekur në banesën e tij. Sipas gazetës suedeze, ai kishte vdekur pas një sulmi nga bakteret vrasëse. Po ndodh një skandal i madh. Krejtësisht e papranueshme të hapësh kasafortën e një oficeri të inteligjencës suedeze, tha ministri i Mbrojtjes në Suedi. Shumica e stafit të gjykatës speciale përbëhet nga gjyqtarët, prokurorët dhe hetuesit e Eulexit. Këta jo vetëm që montojnë akuza, por vrasin edhe stafin e tyre kur i zbulojnë aferat e tyre.